Me rastin e kalimit në amshim të atit të shenjtë Papa Francesku me 21 prill 2025, i peshkvi ynë, shkelqësia e tij Zot Dot Gjergji, me një letër drejtuar klerit, besimtarëve, autoriteteve fetare dhe politike, trupit diplomatik dhe gjithë njerëzve vullnet mirë në Kosovë, fton që ta kujtojmë figurën e madhe të Papës, me mesh, lutje e shprehje homazhesh. Në vazhdim po e lexojmë për ju letrën e plot të i peshkvit. Prishtinë, 22 prill 2025. Të dashur vëllezër dhe motra besimtar, meshtar, rregulltar dhe rregulltare, të nderuara autoritete fetare dhe politike, përfaqësues të trupit diplomatik në Kosovë, miq dhe dashamirë. Siç tashmë jeni në dieni, ati i shenjtë Papa Francesku të hënën e Pashkëve është kthyer në shtëpinë e atit qiellor. Largimi i tij ka prekur zemrat tona. Një bari i përvuajtur dhe i guximshëm që udhëhoqi kishën, jo nga froni i lartë i pontifikatit, por nga thellësia e zemrës së përulur njerëzore. Dora e tij nuk mbajti skeptrin e pushtetit, por shkopin e barinjve të mirë. Gjuha e tij nuk ishte shpatë që ndante, por pupël që ngushëllonte dhe shëronte plagët e një bote të lënduar. Në këtë moment të dhimbshëm dhe falënderues njëkohësisht, ne duam t'i shprehim mirënjohje hyjit që na e dhuroi këtë pap të jashtëzakonshëm, që për 12 vite udhëhoqi Kishën Katolike Universale në dritën e Ungjillit dhe fuqinë e dashurisë së tij. Ju ftojmë që ta kujtoni në lutjet tuaja, me nderim dhe përulësi, duke ndjekur shembullin që na la si një dishepull i vërtet, Jezu Krishtit. Në koordinim me delegatin apostolik, shkelqësinë e tij, Mons Jean-Marie Shpaj, kam vendosur si më poshtë. Nga e enjtja, me 24 prill, deri të shtunën me 26 prill 2025, të hapet libri ngushëllimeve në rezidencën e dioqezës Prizren Prishtinë, pranë katedralës Shën Nën Tereza, nga ora 9 deri në orën 12:30, ku të gjithë janë të ftuar të shprehin një lutje, një kujtim personal, apo një mendim të mbartur në zemër për Papën Francesku. Të dielën e mëshirës hyjnore me 27 prill 2025, në të gjitha kishat tona famulitare të kujtohet me lutje të veçantë Papa Francesku, duke ja besuar shpirtin e tij mëshirës së pafundme të Zotit ton Jezu Krishtit. Po atë ditë, në meshën e orës 11, të cilën do ta priun, në kon katedralen Shën Nën Tereza, ftoi të gjithë kishën dioqezane që nuk është e angazhuar në shërbesat në përfamulli, bashkësitë fetare, autoritetet politike, përfaqësuesit diplomatik, përfaqësuesit e institucioneve të vendit, si dhe të gjithë miqt dhe dashamirët e Papës Francesku dhe të Kishës Katolike, të bashkohen me ne në lutje të përbashkët për shpirtin e tij të ndritur nga Krishti i ringjallur. Papa Francesku ishte një dhuratë e çmuar për Kishën dhe për mbar njerëzimin. Me urtinë e tij, me dashurinë e tij të përulur dhe me thirrjen e tij të pandërprerë për paqe, drejtësi dhe kujdes për të përjashtuarit, ai preku zemrat e miliona njerëzve, përtej kufive fetar, kulturor dhe kombëtar. Ai ishte zëri i të pambrojturve, shpresa e të harruarve, dhe frymëzimi i atyre që kërkojnë një botë më të drejtë dhe më njerëzore. Trashëgimia e tij nuk do të shuhet. Ajo do të mbetet një dritë udhëzuese për brezat që vijnë. Epja o Zot pushimin e pasosur. E shndrit drita e pamarueme. Pushoft në paqe. Amen. Im Zot Dot Gjergji, i peshkv i dioqezës Prizren Prishtinë.